Mirëmëngjes të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, një herësh kryetari i vetëvendosjes, ka ftuar për ditën e sotme partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës. Takimi është thirrur nga ora 16 derisa përfaqësuesit e subjekteve politike, Lëvizja Vetëvendosje Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këtë takim. Në takimin e sotëm synohet që të jepet fund blokadës politike të krijuar prej muajsh në Kuvendin e Kosovës. Ndërkohë, deputetët janë pajtuar që vazhdimi i seancës konstituive të shtyhet për ditën e diel më 29 qershor. Ky vendim u mor pas një takimi të kryesuesit Avni Dehari me përfaqësuesit e partive politike. Shtyrja e seancës vjen pasi kryeministri në detyrë Albin Kurti u bëri thirrje liderëve partijak për një takim të përbashkët. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës ka thirrur konferencë për media nga ora 11. Në njoftimin e PDK-s thuhet se në konferencë do të prezantohen të gjitha veprimet e partisë për aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Të njëjtën pasdite, kushtetuesi janë nxjerrë aktgjykimin në lidhje me vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimeve të Kuvendit për refuzimin e formimit të komisionit për votim të fshehtë dhe çështje të ngjashme gjatë seancave konstituive të mbajtura nga 15 prilli deri më 5 maj. Gjykata kushtetuese vendosi që seanca konstituive e legislaturës së 9 të Kuvendit duhet të përfundojë më së voni për 30 ditë. Qytetarët serb do të shënojnë sot festën e Vidovdanit, e cila do të kremtohet në Gazimestan në periferi të Prishtinës. Policia e Kosovës tashmë ka njoftuar se ka marrë masat e nevojshme për menaxhimin e situatës së sigurisë dhe mbarvajtjen e aktiviteteve gjatë manifestimeve për këtë festë. Policia ka apeluar tek të gjithë pjesëmarrësit që të manifestojnë të qetë e të shmangin provokimet. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se Serbia mund të përdorë elemente destruktive për të nxitur incidente gjatë festës serbe Vidovdan, e cila mbahet sot në Gazimestan. Kurti tha se Serbia do të përpiqet ta zhvendosë vëmendjen nga protesta antiqeveritare që pritet të zhvillohet sot në Beograd, duke nxitur incidente në Kosovë. Ai tha se grupe të qytetarëve serb nga Serbia, Mali e Zi e Bosnia Hercegovina pritet që të vinë në Kosovë për ta shënuar Vidovdanin. Policia e Kosovës ka njoftuar për gjuajtje me armë zjarri. Sipas policisë, të shtënat ka ndodhur dje pasdite në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti, e cila ka thënë se nuk ka të plagosur nga ky rast dhe se policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe tashmë ka nisur hetimet. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar njofton për një paralajmërim nga autoritetet kroate lidhur me një ngjarje të madhe që pritet të mbahet në Zagreb më 5 korrik 2025. Për shkak të koncertit të hapur ku pritet pjesëmarrja prej 500.000 personave, pritet trafik i rënduar në autostradat kryesore A1, A2, A3, A4 dhe A6, si dhe ndërprerje rrugësh në qytet nga 4 deri më 6 korrik. Udhëtarët që planifikojnë kalim përmes Kroacisë këshillohen të planifikojnë udhëtimet para ose pas datës së paralajmëruar dhe të ndjekin informacionet zyrtare të trafikut kroat. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.